Pas më shumë se 2 dekadash, kërkesa është vazhdueshme nga banorët e komunave të Arses dhe Jugonocit për një njësime të afërt të mbrojtjes nga zjarri. Sot më në fund kjo nevojë etike u bë realitet. Hapja e kësaj njësie përfaqëson një zhvillim të rëndësishëm për gjithë rajonin, duke synuar rritjen e nivelit të sigurisë publike dhe përmirësimin e reagimit institucional në rastet e emergjencave. Ky investim pritet të ndikojë drejt për drejt në shkurtimin e kohës së intervenimit në raste zjarresh apo fatkeqësish të tjera, duke qenë se deri më tani banorët e këtyre zonave janë përballur me vonesa për shkak të distancës nga njësitë ekzistuese. Me funksionalizimin e këtij në stacioni, autoritetet synojnë të ofrojnë një mbulim më efikas dhe më të shpejtë për qytetarët. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, thotë se shkurtimi i kohës së intervenimit në raste të zjarrit ose fatkeqësive do të thotë shumë për sigurinë e qytetarëve. Është një pikë e rëndësishme në kuadër të njësisë territoriale të komunës së Tetovës, duke pasur edhe parasysh faktin se kjo rrugë është ndër rrugët më të frekuentuara, por do të mbuloj edhe një pjesë të gjerë të territorit të komunës së Arses, e cila në bazë të ligjit për mbrojtje dhe shpëtim është pjesë e njësisë zjarrfiksëve të Tetovës. Edhe deri tash njësia e mbrojtjes territoriale apo të zjarrfiksëve të Tetovës ka mbuluar këtë pjesë, por duke pasur parasysh që vetë territori i komunës së Arses është një territor shumë i zgjeruar që mbulon edhe pjesën e malit Sharr, ka pasur raste kur intervenimet kanë qenë më të ngadalta. Kryei i komunës së Arses, Daud Memishi, theksoi rëndësinë e këtij projekti duke cilësuar atë si një ndër investimet më të rëndësishme për komunitetin lokal në vitet e fundit. Me përkushtim dhe punë të vazhdueshme dhe me kontributin e çmuar të kryetarit të Tetovës zotëri Bilal Kasami, njëkohësisht edhe komandantit të brigadës Avni Ahmeti, sot po e hapim njësinë territoriale kundër zjarrit edhe në komunën e Arses. Kjo nuk është vetëm një investim i thjeshtë, por mbi të gjitha një investim për sigurinë e qytetarëve tanë. Nga sot, banorët e Arses do të kenë shërbime më të afërta dhe shumë më efikase, duke mundësuar që në rast nevoje intervenimet të jenë më të shpejta dhe më të koordinuara. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Jugonocit, Dime Konstantinovski, vuri në parë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkomunal dhe realizimin konkret të politikave të decentralizimit, duke shtuar se projekte të tilla janë dëshmi e angazhimit për zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Ovo je dokaz дека работиме во интерес на граѓаните. Kjo është dëshmi se punojmë në interes të banorëve dhe decentralizimin nuk do ta kemi vetëm në letër, por edhe në realitet, dhe do të punojmë edhe në projekte tjera që bashkë do i realizojmë në periudhën e ardhshme që do jenë në interes edhe të Pollogut edhe komunës së Jugonovcës. Sipas autoriteteve kompetente, njësia e re do të fillojë punë me kapacitet të kufizuar, duke përfshirë një staf fillestar prej 8 zjarrfikësh dhe funksionim me një ndërim të vetëm. Kjo fazë fillestare do të shërbejë për të testuar funksionalitetin dhe nevojat reale në terren, me plan që në të ardhmen të zgjerohet në shërbim 24 orësh. Do kemi kapacitetet që të dalim në ndihmë në raste të tilla, gjithashtu edhe në raste vërshimesh edhe zjarresh të cilët paraqiten këtu. Në këtë mini stacion apo nën stacionin e zjarrfiksëve të Tetovës, këtu në të Arses do ketë të punësuar 8 vetë të cilët do jenë për momentin do punohet një ndrim, derisa të shohim funksionalitetin dhe sakt përcaktojmë pastaj edhe të bëjmë 24 orë. Autoritetet lokale gjithashtu kanë bërë të ditur se ky nuk do të jetë projekti vetëm i këtij lloji. Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës së sigurisë dhe shërbimeve emergjente në rajonin e Pollogut, pritet që shumë shpejt të hapet edhe një njësi e ngjashme e shpërndarë në komunën e Bukovinës. Ky hap konsiderohet si një tregues i qartë i përkushtimit institucional për të rritur sigurinë e qytetarëve dhe për të sjellë shërbime më pranë tyre, duke i dhënë fund një pritjeje të gjatë dhe duke hapur rrugën për investime të tjera në të ardhmen.